sallat më të diskriminuara dhe sallat mendoj unë që kanë problematikat më të mëdha, mos flasim pastaj kushtet minimale fizike. Kushtet minimale, mos flasim pastaj për mënyrën se si kërkojnë qytetarët që kemi diskutuar disa herë drejtësinë dhe nuk e gjejnë kurrë, se edhe ajo është një vrasje tjetër përveç vrasjes fizike. Është dhe që ti marrësh tjetrit pronën, ti marrësh drejta. Zvarritjet e proceseve, avokat janë një nga shkaqet kryesore që po çojnë në fakt në vetë gjyqësi sipas të dhënave. Po kush po e krijon pra? Ata të cilët kanë detyrimin dhe paguhen për këtë pjesë, pra për të zgjidhur këto situata, ata nuk e kanë bërë punën e tyre, mendoj unë, dhe jemi para këtyre situatave deri në humbje jete, deri në vrasje tragjike. Dhe e keqja është që çfarë do bëjmë për të ardhmen, sepse disa ngjarje të mëdha, bota qytetëruar, perëndimore, bën që të reflektojmë, pra nëse ndodh diçka e cila ka pasoja të mëdha, atëherë institucionet reagojnë dhe zgjidhin të paktën të ardhmen. Ne nuk po zgjidhim as të ardhmen, nuk e dim se si e kemi nesër, çfarë do bëjmë nesër, si do reagojmë institucionet, si do i zgjidhim këto situata alarmante. Dhe na kthehen ngjarjet, na ripërsëriten. Edhe për vrasjet cilat janë vrasje mafioze, pavarësisht se mund të jenë më të sofistikuara dhe kërkojnë ose kanë treguar që bëhen nga profesionistë ose njerëz paguar dhe njerëz cilët mund të jetë vështirë për të arritur deri te ata. Po kemi të njëjtën skemë dhe të njëjtën procedurë që përdorin këta kriminalë. Dhe policia e shtetit dhe prokuroria ka ceduar në gjetjen, në zgjidhjen, në gjetjen e metodave se si të arrite këto vrasje të sofistikuara që kanë ndodhur në vende të sigurisë lartë, siç është aeroporti i Shqipërisë, i vetmi aeroport ndërkombëtar i Shqipërisë. Dhe të gjitha bashkë, pra duke filluar nga këto, nga më të rënda dhe deri te ngjarjet thashë që nuk duhet neglizhohen deri ato ku ka qoftë një pasojë krejtësisht minimale. Avokati Ibraj, edhe si ish drejtues policie, si u mbyll 2025, si po mbyllet 2025 për ju, sa i përket rendit dhe sigurisë në vend? Shiko Tafina, me që e përmendë rastin e gjyqtarit e rendi është edhe shumë mirë, unë duhet ta vetëm pështoj diçka nëse më lejohet, do t'i hap pak kohë kolegëve. Nuk është unë përhis vërtet se jam avokati palës mbrojtje i vrasjes të gjyqtarit. Dhe unë e kam thonë dhe po e përsëri në këtë fundit që është e pasifikueshme vrasja një gjyqtarit në çdo rrethant dhe në çdo kushte, pavarësisht vendimit që mund të marrë një gjyqtar. Por unë duhet të cek vetëm një diçka të shpejt. Po të harrojmë se që ta redi pak e ceku, por vetëm gjykata në Shqipëri nuk kemi. Vetëm kushte për gjykata nuk mund t'i thuash. Në gjykatë penale ose civile ku hyhet dhe dilet sipas shefit, ku nuk ka një zyrë për avokatin, ku nuk ka një zyrë për prokurorin të veçantë në gjykatë, ku prokurori mund t'i hedhë një sy dosje shpejt e shpejt, ku avokati mund t'i hedhë një sy dosje shpejt e shpejt para se të hijë në një seancë. Pra, i vetëm gjykata nuk e kanë emrin gjykata shqiptare. Gjithçka mund të jenë. Ato janë thjesht vërtesa ku jepen venime herë të mira, herë të këqija. Avokat, se do duhet të ndodhte kjo ngjarje e rëndë në sallën e gjyqit që më pas të ngrihej si shqetësim? Ka një sër institucionesh të linjës që mund të adresonin më herët, që është një çështje, një problem serioz dhe do të kërkonte zgjidhje. Kusht institucione, Dafina mos harroj diçka. Unë e kam thënë dhe po ta përsëri, institucionet janë gjumë. Cili institucion është që funksionon? IL2 nuk funksionon, KLG nuk funksionon. Këto janë dy institucione të bazë për të cilat duhet merren përdrejt me gjykatat. Nuk funksionojnë dhe ne duhet ta themi shqip. Nuk e kuptoj se çfarë pse e shtjellojmë kot. Pra, dy institucionet të cilat përgjigjen direkt për marrëvajtjen e punës në gjykat janë Këshilli Lart Gjyqësor, Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, mbas tankimit që bën qytetarët ose persona tjerë. Pra, këto dy institucione nuk funksionojnë, janë zero funksion. Dhe atëherë ne kemi këto ngjarje siç ndodhi që Elvis Shkami goditi për vdekjen e Astit Kalan në sallën gjyqësore për shkak të padrejtësive dhe mosdrejtësive që bëhen në gjykata dhe për shkak të dallaverave që bëhen nëpër gjykata, duke filluar që nga KLG duke mbaruar deri te gjyqtari më i thjeshtë. Pra, gjithë pasojat e një sistemi vinë te qytetari, dhe qytetari mbasi rrit 30 vite Dafina nëpër gjykata, i vjen shpirti me dal dhe pastaj realizon atë që është e parealizueshme dhe pa e mendueshme. Dhe gjitha janë në kompleks. Si është e mundur, nuk kemi ne vend për gjykata, kemi sjell një gjykatë apelit në Tiranë gjithë Shqipërisë dhe nuk ke ku të hysh ku të dalësh dhe nuk ka faj roja e sigurisë. Çfarë faj ka roja e sigurisë? Kur të kontrollosh gjithë ata persona që hyjnë që dalin në gjykatë vetëm në Shqipëri dhe gjithë të tre dim
se çfarë bëhet në gjykata, një lloj mishmashis nuk din nga tyshë nga dalësh, e kupton? Pastaj nuk po flas për vendim, një minutë, nuk po flas pastaj për vendimarrjen, për cilësinë e vendimarrjes. E dini ju, ne nuk e themi hapur, mo. Duhet ta themi hapur. Në Shqipëri nuk ka debat gjyqësor, mo, qoftë në çështje civile, qoftë penale, qoftë administrative. Dhe rrethjet i shumë mirë dhe parametri shumë mirë. Nuk ka debat gjyqësor fare, zero. Pra, ne shkojmë sikur jemi seksert e gjyqtarëve. Jo, kjo nuk ndodh. Avokati ka rolin e vet në proces, prokurori ka rolin e vet në proces, gjyqtari ka rolin e vet në proces. Kjo nuk mund të vetëm në Shqipëri mund të ndodh, sepse jemi formuar në një shkollë e cila na ka lënë shumë brapa në këtë ritëm që kemi ne sot. Pra, çështja në një gjykat është debati gjyqësor dhe paraqitja prova, nuk ka debat gjyqësor. E kam thënë me qindra herë dhe po e përsëris prapë në këtë fundit. Debati gjyqësor është ajo paraqitja prova. Është ky një problem në aspektin procedurial, por problemi më i madh që i dhem sot shqiptarëve është zvarritja. Janë 10 mijëra dosje, të cilat janë të plurosura, janë në zyrtarët e gjykatave, nuk ka staf të mjaftueshëm për t'i shqyrtuar dhe për dhënë një vendimarrje në kohë. Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar. Barjamaj, kush ka përgjegjësi për këtë situatë në cilën gjendet sot Shqipëria? Më lejo të them vetëm 2 fjalë në lidhje me vrasjen e gjyqtarit, sepse është vërtet një ngjarje e rëndë, por të gjithë po merren me masat e sigurisë në gjykata, të gjithë po merren me kushtet për gjykata. Dafina, duhet i themi gjëra troç. Gjyqtarin e vrau sistemi. E vrau sistemi sepse kështu ndërtuan gjërat në Shqipëri. Në Shqipëri u bë një reformë në gjyqësore pa studiuar e pa menduar. Në Shqipëri u bë një hap gjyqësore që nuk u pyet askush, por dolën 2-3 të çmendur aty dhe bën një hartë gjyqësore. Dhe sot jemi në kushtet kur shqiptarët po gjykohen në gjykatën në të dy gjykatat e apelit, në gjykatën e apelit jurisdiksion përgjithshëm dhe në gjykatën e apelit administrativ, çështje të vitit 2017. Pra shqiptarët po lodhen dhe mua nuk më garanton askush se një ngjarje të tilla nuk do të ndodhin më si ajo që ndodhën. Sepse shqiptarët po i lodhin, shqiptarët po i masakrojnë, shqiptarët po i marrin